Fundjava mund të gjejë Bashkësinë Islame të Kosovës me një memorandum të nënshkruar me Ministrinë e Drejtësisë. Me anë të këtij dokumenti pretendohet të parandalohet përhapja e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm. Ky memorandum pritet ta definojë qartë që përzgjedhja e imamëve do të bëhet në përputhshmëri me Kushtetutën e BiK-ut. Po ashtu me këtë memorandum do të përcaktohen edhe ligjëratat e hoxhallarëve në përputhshmëri me Kushtetutën, e cila do të evitojë ligjëratat dhe literaturat nga rrymat ekstreme. Zëdhënësi i BiK-ut Ahmet Sadriu ka thënë që ky memorandum tashmë është dërguar kryemamit të BiK-ut Sabri Bajgora, por nuk ka dhënë detajet e tjera. I kontaktuar nga televizioni kryemami Sabri Bajgora ka thënë që në këtë javë pritet që ky marrëveshje të finalizohet, ndërsa për përmbajtjen dhe detajet e tjera të këtij memorandumi, ai është shprehur se do të bisedohet vetëm pas finalizimit. Zëvendës ministri i Drejtësisë Lira Akçela i ditë me parë një konferencë organizuar për strategjinë për parandalimin e ekstremizmit, ka thënë se Republika e Kosovës është angazhuar në hartimin e strategjisë përmes së cilës do të koordinohen masat në forcimin e qëndrueshmërisë së shtetit dhe shoqërisë ndaj kërcënimeve që vijnë nga radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm. Kështu sipas tij, Kosova do të jetë bashkë me miqët dhe aleatët e saj në mbar botën, të cilët janë duke u përballur me kërcënimin e përbashkët.